Zoti Berisha Osman Stafa, News 24. Në fakt, në momente që ne flasim, Zoti Berisha, SPAK ka nën hetim Belinda Ballukun, ka në qeli Erjon Veliajn, ka në qeli Ilir Beqajn, ka 2 ish deputet Partisë Socialiste në qeli, ka 1 ish ministër dhe 1 zëvendës kryeministër tjetër në kërkim ndërkombëtar. Ju keni deklaruar se edhe pse Veliaj apo Belinda Balluku janë procese hetimore, prap këto janë dëshira të Ramës, i ka lëshuar ai. Po nëse një moment, një ditë, vetë Edi Rama do të jetë subjekti SPAK-ut, çfarë argumenti do të përdorni juve pra përpara qytetarëve se vetë Edi Rama kërkon të shkojë nën hetim? Pyetja e parë. Faleminderit. Spari, ata që njohin diktaturat, ose që i studiojnë ato, të shkuara apo të sotmet, do të gjenë se institucioni i akuzës persekuton si kundërshtar politik, persekuton edhe kriminalët, edhe zyrtarët e korruptuar. Madje të themigje, ka vende të cilat e bëjnë me shumë vendoshmëri dhe të garantoj që në diktaturë komuniste, korrupsioni ishte pakrahasimisht më i ulë se sa ky që është sot. Dhe për një dhia apo për një dele, burgosej tjetër disa vite. Nuk është se falej korrupsioni në diktaturë, por diktatori përdote prokurorin kundër kundërshtarëve politik. Tani, vim pak se ju jeni. A kam normal të them unë me këtë që po them se opozita është e paprekshme? Absolutisht jo. Opozita është e prekshme plotësisht, është nën ligj, por kur t'i arreston dhe persekuton në vitin elektoral si persona në hetim, arreston si persona në hetim, ja ku ke Ilir Metën, si persona në hetim, liderët e 3 partive kryesore opozitare, njërin prej tyre e vend ndjekje penale, atëherë besoj se është e qartë si drita e diellit se ky është një atak kundër pluralizmit politik. Prit, do vi unë aty. Ky është një atak kundër pluralizmit politik. Atak kundër pluralizmit politik. Dhe kjo nuk mund të bëhet. E bërë në vitin elektoral. I mbajtë në vitin elektoral, i mbajtë në arrest, njërin në burg, tjetrin në shtëpi, pa akuzë. Çfarë më thuaj ti mua? Çfarë dokumentash mund të ndryshoja unë 12 vite pasi kam ikë nga pushteti apo Ilir Meta? Çfarë dokumentash disponoja unë? Prit. E para kjo. E dyta. Altin Troplini, i cili është jo i vetëm në këtë shkallë, është njeriu që futi nocionin e amnistisë krimit elektoral. Dhe për ty, Osman, dhe për çdo njeri që vota ka një peshë caktuar, dosjet 138 dhe 184 dhe 338 janë dosjet më flagrante të krimeve më flagrante elektorale, të cilat janë ngritur mbi bazën e procedurës më të saktë ligjore. Janë regjistrime të bëra me vendim gjykate.
Dhe këto i amnistoi Altin Troplini. Tani, më thuj ti mua, dhe cili do, një prokurori që sulmon pluralizmin, shtyp pluralizmin, amniston, e di që është kjo e dosjeve, kjo është licencë për Edi Ramën për të kryua ato që i kryoj më vonë. Vim tani tek rastet e... Spari duhet bëhet pak e qartë, mos njerëzit nuk do të besoj një mashtru si që është Dumani. Se nga vitin 2008, gjerë vitin 2010, 2 ministra janë heq imunitetet dhe janë vendosur në hetim, në akuzë. Një zëvendës kryeministër ka dhënë dorëheqjen nga çdo funksion dhe ka shkuar në ndjekje nga prokuroria. Pra këto ka ndodhur, këto që po i paraqesin si risi, këto janë vetëm mashtrime, këto ka ndodhur më shumë. Me gjëjnë kush janë 2 ministra në detyrë sot? Cili? Asnjë. Përveç lubis tani së fundi. Kështu që kjo veprimtari pra për të ndëshkuar korrupsionin ka ekzistuar. Madje kjo e sprakut është 3 herë më e vogël. 3 herë më shifra, me raporte të Departamentit të Shtetit, të cilat dëshmojnë se në vitet 2007-2008 u dënuan nga gjykatat për dosjen e korrupsionit të dërguar nga task forca 630 punojës. 199 punojës u dënuan në vitet 22-23, më falë. Pra, vim të Erion Veliaj. Besoj se e një gjove dje Edi Ramën. E një gjuhët, nuk shtrohet këtu që birit vras babaj, nuk kam unë pasarcë. A e kapë, se a tha shumë ati ta thotë, e tha vetë, i doli vetë. A bëri Erion Veliaj për pjeket hapura, për të paraqitë më shumë se i dytin Partinë Socialiste? Absolutisht po. Edhe nuk mund të amhoj njëri. Dhe e vërteta është që a i kryoj në parlament, kryoj në parti një mbështetje të fortë. Kështu që, por për Erion Velin, ne protestuam 26 javë. 26 javë. Erion Veliaj u akuzua jo për çështjen e 5D-s, jo për djegësin e Tiranës, u akuzua thjesht për grabitje parash nëpërmjet NGO-ve dhe për familjen e tij. Pra, nuk mund të themi se Erion Veliaj kishte dosjen plot, por Erion Veliaj i dha përgjigje Rama dje. Nuk kam unë të dytë, nuk kam pasardhësu. Iku.